Tensione mes punonjësve të dyja grup të Valon Ademi dhe Mapco të Bexhet Pacollit janë regjistruar edhe sot në ditën e dytë në hyrje të aeroportit të Vlorës. Policia ka mbritur aty prej mëngjesit pikërisht për shkak të situatës së krijuar një ditë më parë. Siguria private e dyja grup nuk ka lejuar hyrjen brenda në kantier të nën kontraktorëve të Bexhet Pacollit për të vijuar me punimet në aeroport. Ndërkohë që prej muajit shkurt, dyja grup ka fituar në apel përmes një sigurim pa dije të drejtën e administrimit të aeroportit. Tensione janë regjistruar dhe mes punonjësve të Pacollit dhe forcave të policisë. Këta të fundit kanë kërkuar nga Mapco vërtetim gjykate ku lejohet vijimi punimeve në aeroportin e Vlorës. Si kemi folur tjetër, çoja me email atyre zotëri. Atyre që janë administrator. Ndërkohë, një prej punonjësve të firmës të nënkontraktuar nga Mapco e Bexhet Pacollit, që ka përsipër disa punime në terminal, është të shprehur se po pengohen të përfundojnë punimet e tyre dhe të marrin mjetet e punës, e sipas tij për mbylljen e punimeve nevojiten edhe rreth 10 ditë punë, por aktualisht hyrja në kantier është bllokuar. Dini shumë mirë këtë pjesë, pse merreni me punonjësit? Vetëm po merrem me punonjësit. Ne kërkojmë çastin e lirë, të cilën me kontrolin e koncesionit, policia është e obliguar të sigurojë çasje të investitorëve. Është obliguar. Policia e shtetit është pjesë e koncesionit. Është Ministria e Transportit pjesë e koncesionit. Ne nuk jemi të lashët me dy grupin. Është interesi ynë të marrojnë ata punimet e veta. Po, me vendime të tilla të mesit natës, ju neve na dërgoni që ne nuk pasmi të drejtë çasje më në aeroport. Solla këtu jo për të dhënë këto shpjegime. E solla sepse thanë këta që është një zonjë edhe do që ta sqarohet. Është projektuesja. Po dakor, pra në rregull. Dhe unë solla këtë zotrin, që të flas në kaq zyrit, lutem. Administratori i kompanisë time, Alpsab Investiment, kam bë punime këtu gips, boj dhe plak, punimet e fundit dekorative edhe veshjet e mureve. Po ne jemi njoftuar dje, kemi ardhur për punë, në 7:30 për herë dhe nuk na kanë lejuar me brenda në objekt. Ne këtu brenda kemi akoma elementet, veglat e punës, kemi punën pa përfunduar, nuk e kuptoj arsyeën çfarë ka ndodhur mes dy kompanive, po besoj se nuk është e drejtë në na lë të hyrja neve. Ju me kë keni marrëvesh? Me Mapco, me Bexhet Pacollit. Po, edhe çdo gjë ka shku shumë mirë deri dje. Dje pa dieni, pa informacion, pa asgjë, ne na vënë dieni se nuk lejohemi për të hyrë brenda. Ne sot kemi ardhur po prapë. Marrojmë punimet tona sepse edhe 10-15 ditë dhe marrën komplet aeroporti, kanë ngel vetëm punimet e fundit. Kanë ngel dhe nuk e kuptoj arsyeën. Kur e kishim në kontratë Ne kishim në fund të prillit, por edhe këto na janë bë pengesa herë tjera, por pa u bë kaq e madhe sa kësaj radhe. Kemi pasur 10 ditë se s'kemi punuar. Se na kanë penguar, Mapco na ka shumë njoftim se për momentin nuk do punojmë, pastaj na kanë njoftuar se do punojmë. Nuk e kam idenë. Nuk kam asnjë informacioni. Plasja mes dy firmave ju do të ju. Po. Sa firma tjera janë? Janë shumë si puna ime. Janë shumë si puna ime. Diku unë kam 26. Ndërsa tjerë nuk e di, po unë kam 26. Si kanë nesër punimet? Mirë, shumë mirë. Po ne kemi qenë përfundim, do ka ngel shumë gjëra të vogla. Gjitha proceset pothuajse janë të marruar vetëm gjëra shumë vogla për të marruar për të. Po, patjetër. Keni ende material? Kam gjitha veglat. Unë atë po kërkoj policisë, na lejoj të shkojmë në paktën vetëm deri të marrim veglat e punës, edhe diçka tonën që kanë punëtorët, materialet e tyre. Të njëjtën gjë thotë dhe Pejan Krasniqi, pjesë e kompanisë Krasniqi Group e nënkontraktuar nga Mapco. Jo më shumë se për gjithë nënkontraktorët rreth 4-5 ditë punë është dhe terminali dorëzohet. Juve konkretisht me çfarë punimesh bëni? Sa kohë keni me keni marrëveshje apo kontratë? Unë jam nënkontraktor i Mapcos, kam bërë mbi 90% të punimeve, kam kryer që nga gipset, shtresat, plagat dhe gjitha të tjera domethënë që janë në punë. Gipset, tavanët, gjithçka tjetër kanë mbaruar, përveç edhe 100 metra plak janë që për 2 ditë domethënë gjithçka përfundohet dhe terminali është gati për të hapur. Atë cili është pengesa që ju shkaktuar? Dje kemi ardhur në punë si zakonisht, domethënë me punëtorët e mësuar dhe një urdhër i vijas nuk na ka lejuar që të hymë sepse thonë që kontrata i ka mbaruar Mapcos me vijan dhe kanë problemet e tyre me njëri tjetrin. Kjo mendoj që nuk është arsye për të pezulluar punimet, pasi e gjithë terminali për 4-5 ditë përfundon. Po, është në funksion. Është në funksion për 4-5 ditë si terminal.
pjesët shtesën që janë të rrugëve nuk janë të bëra sepse ka kompania tjetër 2A-ja. Pra mosmarrëveshja midis Magpos edhe 2A grupit, edhe ju nuk kontraktorë po ju penalizon për këto punimet? Mosmarrëveshja që kanë këta ndërmjet tyre po na penalizon nëse në kontraktor që ne mos dorëzojmë punimet që kemi kryer. Sa nën kontraktor janë? Rrihemi rreth 30-40 nën kontraktor. Ndërkohë sot, për herë të dytë, kompania Mapco Construction, e drejtuar nga Bexhet Pacolli, ka bërë përsëri një reagim zyrtar për përplasjet në hyrje të aeroportit të Vlorës me kompaninë 2A Group të Valon Ademit.